28 milion euro mund të arrijë fatura e të gjitha proceseve zgjedhore të vitit 2025. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ pritet ta dërgojë në Qeverinë e Kosovës kërkesën buxhetore për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 28 dhjetor 2025. Se sa do të jetë shuma planifikuar nga KQZ në këtë institucion nuk kanë treguar me arsyetimin se është duke u përgatitur, por nëse vlera do të jetë e përafërt me zgjedhjet e llojit të njëjtë parlamentare që u mbajtën me 9 shkurt, atëherë kostoja të gjitha proceseve zgjedhore të mbajtura vetëm gjatë vitit 2025 mund të arrijë në rreth 28 milion euro. Sipas zëdhënësit të KQZ-s, Valmir Elezi, në zgjedhjet e 9 shkurtit ishin planifikuar 8.7 milion euro, ndërkaq për zgjedhjet lokale 10.5 milion euro të tjera. KQZ ende nuk ka raporte përfundimtare që tregojnë se sa mjet janë shpenzuar nga këto planifikime. Sipas KQZ-s, ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme ka zgjeruar përgjegjësitë e KQZ-s në organizimin e procesit zgjedhor dhe kjo reflektohet edhe në kostën e planifikuar. KQZ po ashtu ka thënë se pjesa më e madhe e mjeteve shpenzohet për të paguar trupa zgjedhore dhe stafin tjetër që angazhohet gjatë gjithë procesit zgjedhor.